Përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër video timen. Unë jam Vera për gjithë ata që nuk më njohin. Jam lyer me krem dielli, prandaj shkëlqen fytyra kaq shumë. Sepse në Angli është bërë nami i zi, jemi 30 gradë, 31-32. Mi po sot që është ashtu, është sërish ngrohtë, po vranët, nejse. Tani, unë jam marrë me rregullime me pastrime në shtëpi. Prem një çik shalqi, që normalisht kam grënder tash o zot. Një çik pica. A do të shkojmë jashtë. Tu kemi vënd setupin me pishinën. Tavolina vogël e Biancos me sa ushqime. Aty është thesi i rërës që presim që ta vëm këtu që të sistemojmë borrin nga e para. Po të borrin është marrë dhe? Do t'i thet, do t'i lutem 6 muaj që ta bëj. 1 vit e gjysmë më mbrapa. Tu kemi rukola kastraveca që kam bjell Mario. Këtë një 3 domate për mo. Bianca. Pupusata. Can I for you? Mommy, can I have that one? Qa do me mami? What's this? Water balloons. Unë vura krem dielli, më ka shkëlqyer fytyra. Më kishte marrë ca hije. Hajt më. Edhe ideja është që duhet të kem çik më shumë kujdes, sepse jemi plakur. O bo. Sa shkëlqen fytyra ma nga kremi dje? Po plak më marrë, çfarë bëjmë tash? Sa ke marrë? 27%. Shtoj 10 që shtoj. A vashti me. Po. Qa po bën mami? It's very funny to put. I love you so much, mole. I love you too. E që kësë gëndën djallë branda, E kamë? Iku dielli ne s'do rrinim shtëpi, kështu që po ikim në Bracknell, një qendër tregtare, sepse unë dua të marr sa gjëra për te Primarku për këtë. Kështu që yes. U nisëm. Po, duhet të arrim harxhimin e muajit, se për ndryshe nuk. Edhe nejse, siç po thoja, ora 2 maksimumi do na zënë në një shi atje, po me që është vap nuk është se kemi shumë problem. Qa keti mamam që je me nerva? Temperaturë s'ke, gjë s'ke, qa ke? Më le mami, aj si konë qaj milije. Pifa e la naft. Pifa. Now. Nuk di të them se sa ditë ka që unë zgjohem në 5 të mëngjesit. Te puna jam ekstrem e lodhur, sepse kur kam Evani në kopësht, po thuaj se të gjitha mbledhet I lën ato orar. Edhe me thënë drejtën lodhëm çik si shumë. Erdhi. Po, hiqja fare. Kërcim kështu mes rrugës, është ngjoj muzikë. Kurse unë kam këtë muzikën time këtu që po më qanë. Ikim. Bianca? Ua! Erdhëm në shtëpi, erdhëm çik më shpejt sepse Eva ishte pak pa qef.
kishte çik të temperaturë. Tani dhash edhe paracetamolin dhe shpresoj ta kaloj, nuk e di. Sot në mëngjes kur nuk hapa kamerën, ne ishim tek Lidli, edhe mora një nga ato kutitë e tyre 1.5 pounds, me sa duket duhet shkosh vërtet në mëngjes që ti marrësh, sepse 2 herë që kemi vajtur në mëngjes, gjetëm. Edhe kisha ca kërpudha te ajo kutia, kështu që ka vënë kërpudhat bëhen sepse përgjithsisht janë në ushqime që ikin shpejt. Edhe kisha plot gjëra, po nuk e bëra video sepse e keni parë dhe radhën që shkoj. Tani, t'ju tregoj se çfarë mora te Primarku. Afi Primarku ka hequr qeset, edhe unë për të mos shpenzuar 15 pence, që pastaj do grisësh e qesja e Primarkut. E gjithmonë grisët, kisha një qesë në çantë për dora këtë. Ndaç më shani, ndaç mos më shani. Hello, Lemoni! Atëre, mora 2 kanatiere që Evani të tregoj muskujt e vet. Oh! Ishin set. I more letrat e Laure vure tuti? Nej, ato janë tjera. Unë shkova për bluzët e tuta të thjeshta nga ato që janë 1.3 pound secila. Nuk ishte për çuna, ishte e tmerrshme. Më pëlqeu shumë kjo, me këto pjesën e limoneve, me gjëra kështu budalliqe. Nga ato bluzë gjeta, tuta nuk gjeta. Pastaj shkuam tek Matalani dhe gjeta 2 palë tuta ishin 5 pound, thash hajt më varja. Mirë, po ishin pak të trashta dhe s'më pëlqyen. Kështu që edhe kjo këtu do e fus për të lartë. Mora dhe këta. Po vetëm për Evanin kam shkuar sot. Kjo 118 me 24. Mirë varja. Dhe i bëj. Ma tjuna! Ishin 3.50 të treja. Jo në një ashu fitimi madh, po më pëlqen janë pambuki thjesht, nuk është se ka në një gjë kush e di se qa. Edhe Evani një mund do i bëj gjitha këto. Domethënë për 2 ditë i ke të gjitha me njolla. Bravo. Po pse si ke? Një kuti me të takiza. I mora dhe këtë kostumin këshu. Sa ishte këtë 5 më duket 5. Ja ben hëndë me mami. Opa! Të tutat më duken qik të mëdhaja mu për djallin në Mario. Neve ikëm në Bracknell. Primarku ati ishte i madh, por që s'më pëlqeu, sektori i fëmijëve më duk shumë i vogël. Tani, Mario i bleu këtë Biancës, zoti madhi. Dhe mbrapa është Bluey. A ti ta bëj me këta të bëj? Andej. A që Mariu në të këta e lepi? Hala po fryn, nuk ka se është shumë nxehtë. Po dhe shkojmë qik më vonë, se tani ndoshta është pak është herë, ndoshta. Aty 24 gradë thoshte për sot, po. Aja. Kele? Jo. Më qa pa të një? Ja futa me kokos tek me këmë. Bajtë më zitu që të fërë maruna si ndorë. Ja mama se do të marri babaloti tashi. Babaloti. Nga babi Evan? I'm finished cleaning. Bravo, mommy, you've been amazing today. Yes. Mas të ndje që më shka.
Po mustaqi gjalpi. Sa e madhe. O zot, sa e madhe jo, kështë më shumë e madhe. Si e këndarë të buka në rrë në 100%. Nga bërë, po jo, mëllë. Evan. Nga babi, bled. Ej. Bushi babi, Evan. Djali. Nga babi. Ej. Your mother is so clean. Mommy, Look, mommy, your picture. What is in your picture? me? And? Better. Yeah. I put the butterfly. And we had to try to figure it out, whatever you needed. Same as we do now with Evan. Okej, atëherë kuzhina u pastrua dhe u sistemoi gjitha. Finally, nuk mu deshën shumë me thënë drejtën. Mirë po është e gjitha akull. Kam sobën për të pastruar, edhe koshat e plerave të cilët do t'i pastroj jashtë. We are doing a lot of chores. You help, mommy? You are such an amazing girl. Thank you, Bubulati. You're welcome. Oh, can I see your pretty dress? Go there. Wow, you have a beautiful, beautiful dress, Populati. Tani që kuzhina u pastrua, lava edhe koshat i kam vënë për të tharë jashtë, koshat e plerave si që pat. Tani do filloj të bëj byrek. Kështu që fillimisht do shoh si ma ka thënë mami që ta bëj, se ma ka çuar mesazh dhe pastaj do kthehem. I went out today. Ta-da. Li. Vado loti? Na, mole.
moj mami. Oh no. It's okay, mama. But it was nice though. One more. I'm doing the watermelon. I'm doing the pear. Perfect, mama. Do the pear. Perfect. Amazing. It looks like a pear. It looks like a pear. What's this? Some flowers? Little fruits. The fruits. Perfect. Can you do banana now? I already done it. Really? Where is it? That's a banana. Yeah, they look the same. That's amazing, mama. You've done an amazing job. The big chick like Emily. What do we do? I don't know. What? Who's doing being hurt? Okay. Një për ju të bëj qik smoothie, sepse kam ca banane që po mprishën. E para dhe e dyta që të marri Evanica fruta, ca gjëra shtesë, edhe nga ajo që do e vloj, që po vlohet lëngë dhe ta bëj me mjashtin që ka kavanozi brenda, që të mos hidhe, e bëj këtu edhe dhe nami, që bëjmë një qik smoothie. Wow! Don't put some little smoothie to ground. Huh? You like it? Go and sit down and have it. I'm gonna pour some for Evanoti Bibisoti. Please, mommy, do you like smoothie? Thank you, Karen. Please, mommy. Really? Nami. Bianca ka pikturuar këtë gjën ku jam unë, Bianca, më ka bërë një zemër dhe shumë lule. Unë po shoh Desperate Housewives, i ka lartë edhe fjeta on and off 1-2 orë. Përveç se më ka lënë shenjë dielli dje që dolëm, jam aq e lodhur, aq e zauruar, nuk e kuptoj as vet, nuk po karikohem dot me energji, jam shumë e lodhur, jam e te lodhur. Nejse. Është ora 4 tani dhe më duket sikur nuk do më të mjaftoj dita. Jam e këputur. Java e sistemova të gjithën dhe shikonin çik si u hapën lodrat. Aty kanë vënë gati fillin e punës për nesër, por që duhet ta sistemojnë çik prap. Vazon e luleve nga këtu e heq sepse e shkul Evan. Dhe derisa të mësohet, ose pastaj do mësohet edhe nuk e prek më, por që yes, vum vendos edhe këto të lara, unë tapet nuk vendos këtu për shkak të atij aty, të atij kalafmiut. Mirë po, e kam pastruar të gjithën. Jam lodhur, jam stër lodhur sot me pastrim. Mirë po si e diell që është
është bërë gjithë shka. Më ka ngelur të pastroj këtë dritarin që kam këtu nga jashtë, sepse ka shumë rasti që unë punoj nga shtëpia, jo ka rasti që unë punoj në shtëpi. Ka rasti që unë punoj, ose më saktë, ka rasti që unë kur punoj e hap dritaren, edhe normalisht duaj që t'jetë e pastër, kështu që ta pastroj dhe atë. Kam bërë gati një lavatrice me rroba të cilën do ta vë nesër, se sot është ora 7:30, nuk ja vlen ta vë. Mario i bëri dush Biancës edhe ta sjelli këtej, pastaj do bëj dush dhe vet, pastaj do vi Mario këtej, do shkojmë do bëj dush, do grim çik shelqi për të ngrënë darkë, edhe ai byreku që doli ndrek ka plot edhe për darkë tani. Plus që unë bëra supë, mirë po Mario nuk do supë tani. Kalamajve do i jap supë sot edhe nesër, ndërkohë pjesa tjetër e supës është për nesër. Upsi! Edhe nuk e vjen iden se sa lodra unë kam hequr. Ha, mama, qa do bëj cuni? Aha, po qa ke që janë kohës ti me mamë? O zime mamit, hajde. Evan, qa po bën me mam? Ej, Evan, qa po bën? Do vis? Upsi, do vis? Ajde. Evan, da. Evan, da. Da. Evan, da. Ha, mama mi e vendose, do flesh tashi? E vendose? No. Do i pës larti. Ha? Okay. Hip lart. It's okay. Ama hip. Lodrat. Si e bën këmbën. Do i pësh? Ha, ma do i pës lart. Stick. Sa më mbarova një mbledhje. Edhe përveç se tani faji është t'i këtyre që ma ndryshuan mbledhjen. Mbledhja ishte në orën 10, edhe për një arsye apo për një tjetër më thanë ta bëjmë 12, në orën 10:10 unë vura, 10:30 ishte mbledhja. Në 10:10 vura Evanin gjumë që thash ta kem okay për mbledhjen. Djali fleti dhe në orën 11 ca, kështu që e bërit vetëm ai. Hajde mami, hajde. Edhe tani që kishim mbledhje, ndonjë sa ndonjë mirë, pastaj ca qara, ca ulërima. Nuk e hajmë do të gjithë gjërat me mamë që shohim, nuk i ham të goja dziva xhelet mole. Edhe kisha gjëra këtu për t'i dhënë, mirë po, cuq. Funksionuan një 20 minutat e para, pastaj nuk funksionuan. Edhe doja t'rregoja që po jepja dorën time që ta mbante dhe më ka bërë gjithë to kafshimet e dora, nuk e dia duken çik, po do nxihet nëse s'bën dora. I gjithë krau. Edhe unë po shikoj ata po bëja mbledhje,
edhe nuk nxirja dot gjysmë zëri. Kënaqësi të kes një bebe tjetër në shtëpi, ha? Ja, ma ja, u love ti. Ke bërë një kak? Jo, s'ke bërë. Do bëjmë një qik buk të ham qik buk neve? Do ham qik ustin mami? Qik se si është bërë tani? Do të asistemojnë qik të? Të jap qik ushqim tit edhe?